Shikues dashun, jena me episodin e radhës të podcastit Lojtari 12. Një falëndrim të veçantë për sponsorët tanë Xcoins, Idea dhe Taktika. E sot afër meje është një tifoz, po ma shumë se tifoz, është themelues i fan klubit Inter Club Kosova. Afër meje është Naim Interist Beqiri. Naim, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë për kohën. Njëri ndër themeluesit. Njëri ndër themeluesit, ta? Po se për ty kom një, ty të kom pa ma shumë, kështu që kanë ndje ma aktive. Kohëve të fundit po jam konë ma shumë aktiv se të tjerë, po njëri ndër, nuk jam konë i vetmi. Okej, super. Para se më dalë të tamam të fan klubi, sepse mendoj që jeni më të organizuar në shqiptari, so na ka pak me Chelsea për nas se na sofër juve. Po çoj të skjar me fanell. Zakonisht tifozët na vinë me fanell. A ka në arsye apo tash kampiona e një afër më bon, për sa të kom thjesht që një të bëj kampiona apo ka në arsye tjetër? Po, e ka një arsye që se kam vesh fanellën Interit. Këtë podcast me thonë, zakonisht në për emisione ku jam shku për Interin, normalisht gjithë jam shku me dres të Interit, ta me diçka që ka të bëj me Interin, edhe pse apet nuk jam pa diçka të Interit, se i kam elemente tjera, pa dres, ama për dres është ashtu që ma mirë s'po du me folë. Për si vjetë, për ligën e keni mirë, i keni siguru? Po, ligën edhe në kupë është në finale, po mënej që dyjat edhe, skudet edhe që u kry, po edhe me kupën besej që e fitan, se me Lazio, është nuk e që kone e farë kundërshtari ku me diqka. A është gënime të Bodoglimti? Jo, për të Bodoglimti, jo, se seriozisht si vjetë edhe me një emision tjetër kërë më konë, ju kom thonë që nëse isha vetën, as ato grupet nuk kish kalu Interi. Ishë morë veç me Serie A. Pa ato e kom thonë shumë ma heret. Fokusi u dosh me konë si vjetë veç në Serie A. Mo bo fokusi, dole. Në regull tash, shme thonë, skudetën për arrinë, se besoj që krya. Me lojnë e arës me vetë se po bëhet kampion, ama si vjetë Interi nuk është që ju dosh me luftu edhe për Champions edhe për skudetë. Që kjo është gënjem, a është prej sezonit kalum? Apo ka të bëj edhe me sezonin e kalum, ka të bëj edhe me dëshane tjera. Qërë ka pas, unë e di që ka pas, se tash futbolli është ka pak edhe, që thojnë anglisht banter, që ngucin tifoz me zveti. Tash, dikush mund me thonë që kur një klub shkon finale edhe humb, është i dopt. Interi pa shku në 2023, pa shku edhe vjetë. A unë menoj që është të kundërta, dikush që shkon finale 2 herë është ekip i fortë, është i dopt. Dikush që shkon kur finale është i dopt. Se një farë Arsenali. Si vjetë në ashta përshkat. Arsenali. Me se thënë në finale lujti tamam. Me pak fatë edhe u bejke kampion. Edhe pak fatë i ke këndër Interit. Ma shumë ke për Cityn edhe shme thonë u bosit i kampion. Me Parisin ke gjithë shka keq. Edhe në dëshprimi ke i madhë pitë parit e te i fundit. Tu e përfshirë dhe vetën. Qëtu duna pak me i ma thellë, sepse kur e shohim sezonën e kalum, Interi do më thonë ke ma dop në ligë, do më thonë kampion e bu Napoli, po në Champions League eliminoj Bayernin, që u konë edhe atër super ekip, po tash që është pretendent, eliminoj Barcelonën, dhe jo veç me eliminu, po 3-3 në 2 ndeshje, që Pipjen ja ka bu 7 golla në vazhdime. Tash Pipjen një farë është pak problem këtë kontrast kuptimin që në Serie A konë dop, Champions League konë i fort, si vjetë në ligë i fort, Champions League dop. Po të finalja konkretisht, shka mujti me ndohë? A ke Parisi shumë i fort, apo thjesht është një për ditëve që s'ta dënë la, vëdin. Nuk ka rasti parë që ka upë dikush thellë në finale, po base dhe së prit. Unë jam konë në stadion. Nashta uj me thonë që ndeshja me keqe, pre që jam interist, pre që këshu Interin, ndeshja me keqe në histori që jam ojnë me në konë që kja. Sa këmë pa në Interin edhe pre që jam unë e tifoz me Interin. Tash e 26 vjetë. Nuk ka halo një formull, një barazim që me thonë që kjo ke arsivja. Diçka e pamenume, diçka që asë një njëri në botë nuk e ka menu që ka ndodhe. Qërë, Parisi dorën zamër, o hi si favorit në loj, sepse në regull, favorit, po shkrejt anglezët. Krejt në regull je favorit, ama jo me të mujtë pas Po thu që ajo është e pafalshme, se fundu si ka mundëshme pranua loqat. Normal që është e pafalshme se nuk e Interi, do më thonë edhe ditë ma heret me Barcelona që fa loje, ke super loje, do më thonë veç që kjo loja
4-3. Parisi me Bayernin nafta ke diçka më e mirë se ajo, se edhe ajo vitit kalu më kon atë super ndeshje, 7 golla. Kjo ka nona, plus në 2 ndeshjet që ajo. Vjen edhe ka loja shumë e fortë, intensiteti shumë i lartë, po çka ndodhi në finale seriozisht edhe nuk më kemë kuptuar kërkosh. Është po më Inzaghi tani më njëherë ka dalë. Ka hap drejtë që është largu se di sigurt, po është kuptuar ka pas një gabim taktik, sepse unë e di që pak a shumë informacioni u konë njëjtë. Informacioni u konë finale kanë fillimet bëhen ndryshe, po çka ka ndodhur kështu? Çfarë fitet te ju? Çka ka ndodhur? Unë veç mendoj që aty para ndeshjes mendoj që Inzaghi e ka bo publike të lejtarët e të menaxhmenti i Interit që po ecë, edhe po mendoj që na tani dëshpërim i madh i para ndeshjes. Unë mendoj që është se nuk ka mundësi me ndodh çata lejtarë edhe ditë më herët me lejtar dorën zemër, aty nuk ka që ishte dashuri për trajner, aty lut për klub më shumë. Po, në rregull për fjalëve. Dëshpërimi është shumë i madh kur ti me një trajner jetë 3-4 vjet. Po. Gjithçka të shku super, gjithçka okay, edhe për një moment çaj trajneri po të tradhton ty edhe po të lajmëron që ne kum bë marrëveshje me një ekip tjetër. Amo as doli stash një lajm që Inzaghi tha që nëse kish fitu finalen kish nejt apo ja, ajo gjithçka u konë krime para lojës. Po, ajo konë 2-3 ditë, 4-5 ditë para finales, u konë gjithçka krime me Inzaghi. Do thonë që shpeshon e faj këtë i vihet si më në Inzaghit për këtë kaos. Nështë unë po kam qef, për shkak dëshpërimin ndaj tina, se jam konë ndër sport që plot interiste kanë kundërshtu, unë e kom për kërruar Pillacios. Nështë dëshpërimi që se komplita së në plejtina, nështë nuk është pojtë aj, po. Amo, qërë tash prej epokës Mourinhos, është trajneri i parë që për i qënë finale, jo një, për 2 herë. Po. Plus të njerë kampion 2024, 2021 kon Conte, jo, okay, më thonë 2024 Inzaghi. Më thonë, kur folni tash për to, kur ta kujtoni, a i bjen që ma shumë kalon trashëgimi pozitive, apo për shkak kësaj finale së fundit, jo ka fshi këtë ato fituar ndaj Milanit e... Në interesat në saj në ndryshe për tifazve tjera. Okej, në çfarë aspekti? Pezojna Mourinho e dojna për pare deti i fundit. Pa. Do më thonë asë një interes nuk është me gjithë që full një fjallë të keqe për Mourinho. Pa. Për Inzaghin është e vërtet që na ka qëtë 2 herë finale, na ka fitu skudetën, na ka fitu superkupat, kupat e tjera. E ka mujt Milanin bashkëtar ka dashtë. Bashkëtar ka dashtë, e ka mujt 6 herë në një sezone, 2 sezone për mbëgët. Edhe shumë është e vërtet, për në fund tani ikja ati na u konë shumë dëshpëruse. Që nuk po ma mërmenja që del një interes të edhe full fjallë të mira për Inzaghin, të unë nisë për meje, që zdu me po me symo. Hish Inzaghin, ja, që ka kry Inzaghin. Unë e përshoj që është një farë radin, është një farë dëshprimi kuptohet kur hum 2 finale, sidomos kur hum këtë mënyrë, sidomos kur për 2 finale s'keni jap gol. Po tash para se më dalë të 2010-a që kena folë konkretisht për 2010-ën, po du me ditë çka mund të ndodh te Interi që na është kam kthyer atë entuziazmin. Hipotetikisht që sezon shpalli kampion në Itali, po është kupën e Italisë, që i bjen një sezon mund të më thonë 80% i suksesshëm, sepse nuk pritet që Interi me ftu tripletën themi çdo vit, po 2 trofe po. Çka do të më ndodh në atë sezonin tjetër që më kthy entuziazmi që e keni pas që periudhën 2023-2025 që ka 2 herë në finale. Te Interi mendoj që trajneri është shumë pa përvojë. Po ligën ja fitojmë apo burrë apo ligën e fitojmë, mendoj që lojtarët më shumë kanë fituar ligën se prej sot derbi ka pas Interi këtë sezon, një ose 2 spedi ka. Interi ne ka mujt një herë. Interin. Milani në poshtë. Interi vetusi më ne 3-2 po. Milani në poshtë 2 herë. Po, Roma ne ka mujt. Juventusi kanë poshtë 4 trajnerë në fillim po. Po, edhe abden Napoli. Nuk është që nuk besoj që u kon dora trajnerit, si atë mendoj që kualiteti i lojtarëve të Interit u kon më i mirë se të tjerët, edhe pse të tjerët kanë bërë investime, Interi s'ka bërë investime. Po mendoj që 11 që startues e Interit u kon shumë më mirë. Masina u kon edhe 2 janë solëm bëni me Pion. Që edhe ata i kanë zaventsu bag i mirë që në momentet caktuar Lautaro që do të i lëndum. Po. E kanë zaventsu bag i mirë, mendoj që më shumë kanë dorë lojtarët se sa trajneri. Do të thonë edhe pse Kivu zyrtarisht po sjell një titull edhe kupën. Normal, merita shkon te ai. Jo, meritën e merr trajneri shumë. A duhet të vazhdojmë në një fjalë? Më varet cili është opsioni. Cili opsion? Cili mund me kon tash? Po italianëve s'ka met na. Jo, italianë ashtu kështu s'kisha thon, po
për momentin s'ka njerë asnjë zot që mundet të marrë një zaventsu, se realisht po thu ti kë kupën edhe skudetën për e bjen. Po. Nuk është që ka dështu se rival tën ka bërë investime ma shumë se 100 milion, edhe janë të luftu për vend 2, 3, 4. E Interi bonin edhe pjeni ka përforcime. Obdin edhe përfiton skudetën, nashta edhe kupën që është favorit kryesor. Nuk është që mujna me thonë sezoni dështum, po Interi lyp Championsi. Ju pas ki lukë se mdoja më najem pasha vezën me fitu ligën në kupën, po ja, unë pe kuptoj plotësisht, po më intereson cili kish me qenë trajneri ideal që menoj që mundet me jau afruat hapin final për Champions League. Në trajner në është ta ma i malë shtu jashta këtu në që jenë litarë që mbojtë është trajnera, apo? Jo, diqyshën e kam një farë fiksime që shumë du me po Simonen Inter, po... Simonen, edhe nuk kom prit që shkon Inter, për shkak lidhjes me klub. Po si trajner me rrugë, nashta ma të naltën në botë. Po, e kam fakt ma të naltën. Edhe nuk po besoj që Interi e pagun sa e lypaj. Të kosh mirë më lutë që fiton Champions League si vjetë, mos pëlqen Atletik. Nashta metet vetë si dëshire jam ja kjo. Po. Ne po kthehem pak te aty ku do të thamë nis me Interclub Kosova. Unë me sa kom pa për këto vitet, ndoshta 10 vitet të fundit, ju kom pa që jeni fan klubi më i organizuar në shqiptari. Apo na japni një histori themi të shkurt ç'është ka ndodhur kjo, ç'është menaxhohet apo pse jeni kaq të pranishëm, domethënë. Pas që shkon në çdo final i kom pa që jeni goxha shumë që mbledhi bashkë, domethënë. A jeni shumë të organizuar apo ndoshta fakti që jeni afër me Itali, çfarë di? Jo, organizime kena bë edhe kur s'kena pas viza. Okej. Domethënë viti 2016 ose 17. Ku jeni kondopt atëherë? Po, në kohën më të keqe në historitë e Interit, na jena formuar se Interclub Kosova, domethënë 2012-13, ku veç ja nis Ramja Interit më shkojnë Champions League në Championship edhe në çat kohë na formuar. Domethënë në çat kohë na kena bë më shumë se plot ekipet që lufteshin për Champions, për skudet, më shumë se çdo tifozeri në Kosovë është e padiskutueshme që kena pas organizime, kena pas gjithçka të mundshme, kena pas iniciativa bamirësie, kena pas shumë evente të ndryshme. Jeni me kartela me këtë, ju kom pa që jeni shumë me kartela, po jena shumë aty, domethënë 10-11 vjet jena që jena me kartela tifoz zyrtar. Çdo sezon bëjna antarësime për interistat në Kosovë. Benefitet janë të arsyeshme, çka merrni? Përveç na e bëjnë një dhuratë simbolike. Biletat për derbi, biletat për çdo ndeshje i kena të sigurta nëse na dojna me shku. Sa persona këtë rast për shembull, kur du Milano me Inter, sa bileta ju takojnë Interclub Kosovës? Sa dojna na. Nëse i dojna pezojna për një sezonin akon 552 mdohet, me shifra me nalt, kena pas apliku dikon të 140 ashtë me numra, nuk e mojnë me saksisht. Kena pas për një me dhe kena pas shumë organizime, tash nuk më imi mojtë me se si në organizim me numra, dhe me thonë sot dhe që kena kërkesën, aq ne e pranojnë se na për çdo derbi që organizojna, e nisëm spoku një muj deri një muj e gjysmë ma herët organizimin, pezojna para 10 dite e kena nisë organizimin për datën 17 maj për skudeta. Po, Toni Grant një për finalet të Kupës Italis. Ato me 13 maj është në Rom, atë biletat nuk i ka menaxhu Interi, u ka një kompani tjetër, por normalisht që kena pas linkun që na ka dërguar Interi kush po dan me ble bileta, kanë mujt me hi me ble secili për veti online. Kështu që për lojën me Veronën në 17 maj kena nis afërsisht një 10 ditë të bë organizime. Po më intereson çka keni bën në 2023 o 2025. Do thonë 2023 në kon Stamboll, 2025 në Munich. Sa keni shku se i kom pa me këtë rast kom pa Fitore Recaj, Larg Gjukan e kom shok. Ta Dugagjini Ramosaj, Adenis Regja, po kush tjetër më shku i kom bukur do që kanë shku. Në Stamboll na kanë më shumë se 120. A jeni shku bashkë domethënë të organizuam apo kanë shku secili me do na kanë me do kanë shku me aeroplan. Okej. Një pjesë pak më e madhe na shtaj na shku me kerre. 4 ose 5 kerre i na shku bashk. Tjerë të mvalet që kanë rezervu hotelet. Një mbledhje atje domethënë. Po, e kena pas fan zonën e Interit atë edhe aty kena hina mbledh krejt.
bileta kena pas bagë shumë as Interclub Kosovë, se normalisht për krejt s'kena mujtë se ka pas një pjesë që edhe nuk jën kontant arsum, po kanë marrë veç me shiu atmosferën, para lojës, me shpresën që po e fitoj. Qysh më bo në atjerë, kështu si ju vëlla? Edhe në fan club, nuk shoh fan club atjerë, dorën zemrë që kaq tek Kosovë. Para një kohë e kena pas një farë ligë, fan liga e Kosovës. Po. Që vishë futboll në për. Ju kom thonë gjithë se cilit, sa tu kena pas bagë tifozeri, ju kom thonë gjithë se cilit që kur dëni mujna mi mësu. Qysh bohën këto sene. Seriozisht, atë kom pas komplimente për se cilin fan club, qoftë për organizime, për ndeshje, qoftë Milana, qoftë Prishtinë, po kom pas komplimente edhe për në fan ligë, se qysh kena marrë pjesë. I na konë ndër ma të organizum, të si s'po du me thonë ma të organizum, si me dresa, si me trenerka, si me banera, si me gjithë shka, i na konë ma të organizum të edhe në fan ligë, se e bojna me shumë qef edhe me shumë knatësi, edhim se kena me interes, se kena me qef. Që fakti që ka kipa themelu që atër ku i nikon krizë më të madhe, të regon një shumë për përkushtimin o dashtimin. Në kohën ma të keqen historitë Interit, na kena bo senet ma të doja për Interin që kena që doshtë mi bo që plët tifozerisë, unë kom shok për gjithë se cilët e ke, qoftë në Itali, qoftë në Gjermani, qoftë në Sponjë, qoftë në Angli, një ekip e tina që e favorizan, që e dënë, edhe të lojë mësë mi lujtë mirë në një sezone, në kohën kur i lunë ekipa, a i del pin kafe, se dhe kjo, mërë se këshyri. A në kohën ma të fështire në këna bua dhe organizime ka 100-200 veta. Kjo është bashkë personifikimi i lejtarit 12, që ju e një bashkë tas që du me marrë shambull, po jashtë taksoj, na em ka pas edhe periudha, tash po du me hitë një pjesë që o ka folet tash, unë e pash një lajmë që basë të sosh bashkë ashtu, një farë skandali me gjyqtarë. Ti besoj e kem rritë kohën e 2006 me Calciopoli, kur dënun Juventus, Milani, Fiorentina, do këto Lazio kohën. Çka ndodhi tash? Duhet një lajm diçka për Interin. A mund është pika të shkurta, a keni informata më të brendshme diçka? Apo çka që ky Rocky diçka në par lajmi? Realisht prej që posh një fotografi se për din cilën faqe ke, që kë referi Rocky. E këshim bo me një shirit Interit që të ndorë, edhe bagi kë ka favorizu Interin, në momentin kër shkan me këshyri Interin, si VIP, so ne kum përjetu këto, edhe e di, është regull i stadiumit ta jap një shirit Interit, që ti ki me hinë qatë pjesën VIP. Kë pas ka pashku me e po? Edhe kë si Italian, normalisht që në e lojë së konë gjyshtar, ka shku në ashta me këshyri VIP, nuk pedi, për si e po është ato që ekipet këndërshtare tonat, që po mënohen me zbulu diçka, që realisht Marota e lexova dikon ku ish fol që po dën me ndëshku Interi për të refera për të lojë caktuar, a bashkë që të lojë na i shumë dëmtu, na shumë barazu. A lejohet një gjyqtar një refer me dalë publikisht me konë është tifoz? Nuk është ai tifoz. Nuk është ai tifoz i Interit. Ai nuk është tifoz i Interit. Ai ka mujtë në shku me po Inter Juventus, nështë ta u konë me Juventusin. Ka mujtë në shku me po Inter Milan, nështë ta u konë për Milanin. Po edhe ti, si tifoz i Chelsea, me shku me po një loj Inter Milan, Inter Juventus, Inter Roma, nëse jem pjesën VIP, ekipa tjetër me nuk shiritin, se ki me tregu që je... Që të kështë kap këtë kjo fartime? Në momentin që e kom po që fotografi nuk im dosh më morë me ta, se ashtu edhe ka shumë momente ku... Jo, më prita varagimi për juve, nësë qarë... Për çka? Jo, më nëse dhe kjo nuk do ta më morë me këtë farë punë, apo këtën se... Ska diçka që del piksa, ja? Te ke po tifoz të Juventusit për 2006 halos të menojnë që ka mu këthy qaj titull. Për mi 130 herë u refuzu në gjykot italisë dhe halo jënë të umorë me që ato që dojnë ana me këthy skudetën. Ajo konë sohi e vërtet që kam botë edhe Juventusit. Po normal mëre, edhe qka është tjetra tifoz të Juventusit. Gazi dhe ke ka me dalë qka që të kojnë të ashtu. Gazi ka qef me vollaf. Tifoz të Juventusit e përkrohin një diçka që është e faktume. Mënon me zbulu diçka që nuk është e faktume edhe nuk ekziston. Apo kupton? Pasha zotën që ajo po skandali. Edhe pse i kuptoj që mënon me nxjerrë Interin keq. Po s'mujnë se s'është. Ja, dhona menoj që Interi është klubi nashta më i ndershëm italian, dhe menoj që në fakt është klubi vetëm që të epokën që ra futbolli italian, kuptimin që ran sponsorizimet pas Calciopollit, ra interesimi, tash dihet që këtë klubet italiane, Milani këto tjera plenë litar të vjetë për arsye të ndryshme, po Interi menoj që ka marrë atë fare pedigren që thojmë na me 2 finale dhe me 2010-ën që është bashkë tema e radhës, po du me të pyet çush e kujton
tripletën e famshme me Jose Mourinho që dhonë kom trajner favorit gjitha kohëra për shkak të kohës me Chelsea, po e kom përkrahur në 2010-ën. Po mënoj Juve që ndikon kampiona duket 4 fisht me radhë. 2006 e jep në arbitrazh, 7-8 Mancini, 9 Mourinho 2010. Po. Unë shkaj që çu shka ndaj ka shkurt. Ka shpalltut më vazhdu se mos po dështon apo thjesht faktori Real Madrid që lipi. Çu sheh sezonin 2010 tripletën. Unë mendoj që nashta Mourinho kanë ashta dhe koha me u largu se i fitoj keq ka pat. E fitoj tripletën. Po Zidane pa fitu një, po shkoj o 2 mor. Po tani po ndryshojnë konat. Po ndryshojnë konat deri më vjen se unë mendoj që Mourinho doshti me sfidu veten që me Interin e bona tash po duhet me bë edhe me Realin. Po. Edhe nashta mendoj që ajo kon koha, momenti i Mourinhos që ka dosht me sfidu veten përndryshe 2010-ën e mojnë me si një pjesë sezonave. A e konë dhe aty se dhe që këto e konë në Bernabeu? Ja, që më konë atë finale, fatkeqësisht që më konë atë finale, po kena pas bu organizimin Prishtinë që të shoqni pak më ngushtë, atëherë s'kena ekzistu si Interclub Kosovë, po na konë shoqni pak më ngushtë. Afërsisht është 20-25 veta që o mbledh shumë kohë pas kohë një numër, jo 20-25, finali na konë 20-25. Lojtë e tjera o mbledh shumë 5, 6, 7, 8 që i përcëllë shumë lojtë e interit gjithë bashkë. Konë poetike që Mourinho fitoj Champions League në Madrid, Bernabeu të një shkoj bashkë në Real. Po me ty na po du me fol një temë që shumë pak folet, po më nga tifozët, nga analistat, nga ekspertat, sidomos kur vjen tema e topit art. Është i farë Diego Milito, nëse e mani men. Ti e mani shumë mirë, unë në atë kohëm që futboll, ala ma shumë se tash. E maj men që konë top glashinus të Serie A, e maj men gjërën e fundit a me parë me na Messien, ka pabo 2 golla. Messien, bravo, e majta men. Finale Coppa Italia kundër Romës ka bëu goll. Edhe që shëmaj me në ketë besoj në Champions League 2 golla në finale kundër Bayernit. Çka o koncajnë më çuditshëm, më thonë botror e pat marrë Argentina, po s'pat lut shumë pak. Po kur er topi i art, nuk u kon as top 30. Unë sot që jam më mbroj gjithmonë topin e art, çat moment që kom pasur Milito se kon as top 30, kom thonë çu shko mundsi. Çu e kujton ti këtë rast? Grant e ke ditë atë që ka ndodhur se kon top 30. Po më që sekundi normal sekundi. Çu e ke lidh këtë sa e punë. Diqysh, e shumë të e përjetu tripletën, e shumë të, që më thonë, të vetë kënaqur me tripletën e me gjendjen aktuale të Interit që është atëherë, nuk është që na preke shumë ajo farë teme, po që më thonë topi art edhe nashta i ka hupa i farë shkëlqimi se ka një 3-4 sezone që nuk e kanë meritu Messi e Ronaldo që e fiteshin një vjet njoni. Ai nashta gjatë veç 2010 Milito. A vedin edhe nashta edhe i ka hupa shkëlqimi topit art, apo se janë do momente që topin e art e lidhen me formën personale, janë do momente që kanë lidhur me formën ekipore, sa ka fitu që ka botash. Varet çu ka konvenuar, ju piu konvenon personale, individuale, ju piu konvenon me ekip që kanë fitu. Ka pas dyja që janë që dyja. Ai pati jap golla Barcelona gjysmë finale. Se s'ka Moskës, Chelsea ka bërë informacion Champions të kon. Edhe kjo është çudi, informacion nuk kon. Ajo kon Maicon Schneider edhe Milito po besoj. Milito, Schneider, Maicon edhe nëse zgaboj Julio Cesar portieri. Po. Kjo është për mua që dia më e madhe në top tar. Dikush thotë Thierry Henry 2004, dikush thotë Lewandowski, po si po, ama rasti Diego Milito si ju e di që keni El Principe, çka po Princi. Mendoj që unë jep rast të madhëshme, po ai nuk është fort njëri media, nuk është që ka dalë kështu shpesh me fol Milito. Jo, ajo kon njëri shumë punëtor. E ka bë punën e vet që ka ditë më së miri, edhe e ka mri, edhe e ka fitu edhe po. Ku janë atë Milito, na kena me dalë tash në një pjesë top 5 shkallëtarëve favorit në historitë të Interit që i ki pa ti, po mendoj. Ka edhe ta Giuseppe Meazza, këta tjerë më moti, po top 5 që i ki pa ti, po besoj këto 26 vitet të fundit. Nis janë nga 5 mundësisht. Të parin e kam Zanetin, domethënë pa diskutuar shumë. Ja, nuk diskutohet asnjëherë hiç në jetë. Ronaldo i madh që më ka bërë tifoz edhe për futbollin edhe për Interin. Në 87 pas kanë 20 domethënë, ha? Jo, 98. Çati po. Çati diku 98, 99. Më thoni na Zaneti edhe fenomeni. Lautaro, pas ka hin top 3 Lautaro. Pi bjen që 7 vjet ka ardhur të diku. Po, është Lautaro është një prej lojtarëve
që du shumë. I shkon faca për internet që është i parë. Luftari. Kam rri me hi në listën e gollashenuesve më të mirë të historisë të Interit. Është i treti ose i katërti nëse s'gaboj këtë sezon e kam rri. Numër 4. Jo më ka pres kur pëllu këta që kanë qenë këtë shqiptarët. Kanë. Adrianon. Sa shqiptarë dashurin Interi. Interi ka shumë tifozë shkoku i Adrianës. Po mënoj ka për Ronaldos të Adrianos, sepse po e di që edhe për Adrianës, po Adrianë lot Pestin. Nuk më ka bëu tifoz me Interin Adrianë. Okej, ka tërti tashmë me dikush pak më nashtaj kohës më moderne. Par Schneider po ndokat afar Cambiaso. Jam te Cambiaso, po e kam edhe një tjetër që shumë interista i kam kundër për ta. Okej. Është Icardi. Po më në çet periudhën që Interi ka fituar trofe, Icardi u kon top. Prej 2013. Unë mendoj që mos të kesh ndodhur çka ka ndodhur Icardi me Interin. Unë mendoj që nëse Icardi shkon halosat në Inter, kish pas numrat frekshëm të golla për Interin se u kon njëri pinë hoca më të mirë në disa vjet të fundit. Po më për sulmust në Europë jo vetëm për Interin. Domethënë ke Zanetti, Ronaldo, i treti ke Adriano, Lautaro i treti, i katërti Icardi, i pesti Adriano. Fakt, Renati Icardi është interesant sepse ai përpos që është penalizuar ndoshta te Interi për çka ka ndodhur, edhe te Argentina nuk është qoftu për shkak të rastit famshëm që ka pas me Maxi Lopezin, po për shkak të karakterit që ka pas pak gjë far emocional, po si po që shtyke me tifoza më duket, ka pas pak keq. U kop një herë edhe me tifoza, po dëshysh ai hinin do ujna që nuk dhe kemë në tu. Edhe është këtë foje i Grustina. Qa dike me bua jo andana është foje i sojna, do më thonë që aja është tinin këto farujna që realisht edhe kur u bo publike lidhja tëmve, mu më ka që ditë qysh një djallë ka që i ri, ka që i pashëm, në ato që ishke 13 vjetë nështë me mo dhe se kë më pa që ditë po tash. Ja, si karakter, nuk është gjela vëdojnë. Po mu më ka interesu gjithmonë, mu më ka interesu 90 minuta për Interi që ka bo dhe që ka boj njëtën personali nuk e që më ka interesu. Pak herët Berardi që shaj shkojnë 2019 në shkojnë Paris, na jeti një vita 2, tani në Galati që shumë herët nga... A i ro se ati na i hupi ula boj, i hupi ula në barë dhe kështë që supret kema diçka vejtina. Me gjitha të për ndryshe, në kohën sa u konë në Inter, që të dy ekipet kundërshtare që i kena Juventusin e Milani, ku i kanë zonë golla ju ka jarë. E vërtet është. Njoni për sulmuze ndër më të mirë u konë, kështu që e kom pas favorit, s'muna me mua. Ne për fund po du me të pyet për që rivalitetin Milan apo Juventus, kënë e ki ma mërzi? Ose kënë ki qef me më poshtë ma shumë? Cëllën të muj njëtë knashme. Nuk është që këto du ma shumë, këto du ma pak, njëjtë, e përjetë e njëjtë, me mujtë dyat çdo sezoni muj, knarësin e kanë të njëjtë, që që unë nuk jam si ata, unë e ju rej dyat. Kurse ata dy, me zveti ata jenë edhe shok, kundër neve. E po shpresoj që herën tjetër me pa me fanellë. Edhe nashta s'është veç arsyeja Champions League-s me të pa me fanellë, po më kthy entuziazmin pas asaj humbje. Normal që po, na mos me pas entuziazmin as kështu po edhe organizime për skudeta, normal që dashnia për Interin nuk zbehet edhe nuk ndryshon kurrë, po u kon momentale. Amala, pa zain Amala. Ne jam faleminderit shumë për kohën edhe urime titulli kampion. E për Copa Italia nashta shtymë në tifos Lazio, si gjojmë edhe ato. Shkuzdashun ky ka episodi i fundit me lojtarin 12 me një tifoz të Interit, Themelusin, bashkë Themelusin falni, Naim Interist Beqiri, shihem në episode të tjera.